A ke postuar ndonjë selfie në story kur keni qenë duke u zënë, thjesht për të rikujtuar se çfarë femre po humbet? Gjatë kohës jemi duke u zënë, jo, se duke qenë se jam emotive, jam shumë e nerva, por pas një sherrri edhe mund ta kem bërë. Pastaj kjo është një gjë shumë girly, këtë do ta bënte kushdo. Po. Po, do të thënë një femër që është një gocë shumë e mirë dhe që është mërzur shumë për sherrin e vuan atë. Ose më varet ku ta ka çu majt hunës, varet për çfarë sherri. Se nëse thjesht ta hacaru edhe je me nerva, se nëse duke qajt nuk do hedhesh. Here I am. Po mirë pas se ka goca plot që dalin dhe bëjnë sikur s'u intereson fare. Po normal, pse ta marrë vesh ai që ti e mërzit? E pra, po ha. Kur? Aty. A keni lënë ndonjë mesazh pa hapur për mbi 2 orë dhe kur jeni kthyer i keni thënë isha e zënë? Mua vetëm ma kanë lënë motor, nuk kam lënë asnjëherë, se unë jam me OCD, kur e shoh atë mesazhin aty, duhet ta kthej ta hap patjetër, nuk mund ta lë 2 orë pa hapur. Është luftë për mua ta lë mesazhin aq. Unë mund ta lë, po nuk është se e kam personale, ja lë të gjithëve dhe statusim në WhatsApp është që I have a bad habit of not replying, nuk kam shumë harroj të kthej përgjigje. Unë mendoj se i kam kthy përgjigje dhe kam bërë një bashkëbisedim shumë të këndshëm dhe kur e hap si kam kthy. Kështu me mua funksionon të më marrësh në telefon. Më merr telefon, flasim me mesazhe. Okej. Ke postuar ndonjë story me gotë vere ose ndonjë gjë kështu me shkrim I am in peace, që je qetë e lumtur, ose story që tregojnë që je shumë mirë, por ndërkohë ke qenë duke plasur nga inatet e nga nervat? Kjo është shumë e të shtuar për ta bërë. Po pse, për shembull, është si të story që ti je zënë dhe ke shkuar ke dalë në klub dhe foton klub që ti po kënaqesh. Po mendoj që kjo është për muzikën e da herën e para atëherë që kam qenë, domethënë më e vogël, e kam bërë që hidhja story në klub, që gjas më mas më plas. Po mendoj tani nëse fokusohesh aq shumë të tregosh atij që s'të plas, po mirë thjesht mos të plasi dhe mos postohet asgjë dhe ai ashtu do mundohet më shumë të thotë po çfarë po bën këto, s'po poston, se sa po poston inner peace, ndërkohë është ylli mani në sfond. Se ato për cilat po flasim, realisht nuk është se plasin nga inati, e kupton, ato e kalojnë fab varja, nuk është se vuajnë. E dikush është më intrigusja, është kur ti nuk e postuar asgjë, ai nuk e di fare se çfarë po bën ti dhe ku je, dhe nuk e merr vesh kurrë. Ke menduar ndonjëherë nuk dua lidhje, dua vetëm ta bëj të mendoj për mua? Qartësisht Jesse dhe unë jo, se jemi nga ato tipet që we date for marriage. Vërtet nuk dua lidhje. A quhet një kuck pra. Nëse ai të thot, okay, ti thua, okay, qa ke? Apo ja lësin? Them qa ke, ja dhjef sharat. Ja dhjef sharat, qa ke, dhe ju them. Qa ke që këto vla, qa është qa ke, qa është kjo? Sa të dështuar, o Gjesiana, mu ka në meritojmë një kuror dështimi. Dalim aty tani. Absolutisht. Me qënë pa kucko vla, qa është kjo mua be qa ke? Kena një që ta që të ma le mua telefonin të në bërja. Me glitë që të bëjë? Dali Jasin, këtë të oka, e kur që të sot, shkruj. Ose marë nuk, po si duron, më nuk më len, mi a i nuk më len. Ja, gjumë. Zion në mëngjes, ditë e re, na fak e re. Më jep pak, këtë di pse Zoti nuk më ka dhënë mos kokçarjen e një brisjapi ose mos kokçarjen e një mashkulli në shtëpi. Ose mos kokçarjen e një mashkulli. Faleminderit. Jo, ata realisht të bëjnë. Jo, realisht meshkujt zihen dhe pastaj flen gjumë, po e disiplen si qingja. Shiko, po flasen për një okë dhe unë kur kam qenë, domethënë shumë e përfshirë dhe jam zënë, kam flet, domethënë po. Atëherë, sërse kam gënjur. ose kur zihen, shoh ditë ëndra të ndryshme me motive mësohesh. Flet dot, më nuk mësohem. Me melatonin. Jam 28, nuk kam mësuar, nuk flet dot. Ose unë edhe kur zihem, nuk guxon ti të flesh gjumë, tu më kthy mu kurrizin se je zën me mua dhe të flesh gjumë, nuk të lej unë të flesh gjumë. Do kthej, do zgjoj, do vi do të çoj muzikë veshje aty të show. Ua, ty të duhet nisi puna ime, mua nga tërmeti nuk më doli gjumi. U çon gjithë shtëpisë më morën zvarr se që është u vdek mren. Pra duhet të sqarosh. Nuk mund të flesh gjumë pa më sqaruar, ç'është kjo punë? Kjo është shumë e dështuar për imagjino. Mendoj që kjo që bëj unë. Imagjino mesazhe nami ose zemra what. Shiko, të mos sqarosh, nuk është as pak krenari dhe nuk është sjellje për një adult të komunikueshëm. Po,
por unë kam shumë të vështirë të them, unë kam dhe një gjë që unë si po e thoya Xhesit në ascensor çfarë, kam një gjë që iki, pra edhe nëse them u lodha duke ta shpjeguar, nuk po e kupton, jam me shumë nerva të lutem mos më shkruaj dhe nuk e di pse në cilin manual ka dalë, mendojnë meshkujt që kur ti thua mos më shkruaj, të shkruajnë më shumë. Unë kam një gjë, unë nuk di të bëj roman. Unë jam nga çamë nerva, e çoj 1 2 3. Pastaj them, si përfundove në këtë derë xhe. Unë. Kur ai ti vonon mesazhet 2 orë, ti ja kthen sikur nuk ka ndodhur asgjë, apo i thua, ha, ishe shumë i zënë? Ja kthej sikur s'ka ndodhur asgjë. Jo, Megli, ç'është kjo kështu si ja kthen Po të më thënë, unë kam numëruar minutat që ai s'ma kthy mu përgjigje. Jo, minuta, kanë kaluar 2 orë, kanë kaluar. Ai mund të isha i zënë, të Si i zënë 2 orë se për telefonin të kështu kalon histerike. So us. Oh my god. 2 orë? Se ke bërë telefonin ti 2 orë? Ku do gënjesh? Like, we call him, e marrim telefon, I don't find, s'po më kthem përgjigje, ka shkuar, ka kaluar gjysore, s'po më kthem përgjigje gjysore, se Xhesi ndoshta ka me 10 minutat e para, unë kam me gjysore. Jam përmirësuar. E ke çuar në gjysorësh? Ja, çuar në gjysorësh. Okej, te gjysorësh Megli, we call him, e marrim telefon dhe i themi më fal, të kam çuar një mesazh, po bën sikur t'u shikon? Kaq më zgënjë. Telefonin ballit. Po tani, po flasim kur e ke dashur, jo kur po e njeh, se Apo? Ke dashur, jo. Apo, në çfarë faze po flasim, Xhesi? Okej. Xhesi po flas kur ka njohur, po flas për fazë tjetër. Po kur e ke të dashur nuk është ndonjë problem që e merr dhe thu, po prap jo të dashur like first. Fazat e para. Po prapë marr, Megli se nuk po e bëj më mirë, e marr. Megli dhe pyesim se s'po kthe përgjigje të lutem. Jo, nuk e marr prap. Okej, përgjigje ke 2 orë. Ai kupton të dëgjoj një njeri tjetër, të dëgjoj njëri tjetër thotë, ke 2 orë pa më kthy përgjigje, po ti sa pa punë je që je shumë e shëndetshme për këtë program, Megli. Jo, nuk është shëndetshme, mendoj që kuçka e vetëm midis nesh je ti. Është vërtet. Absolutisht u volos. Do më thyej zemra. A kemi një vul regjata vulosi Megli Haskaj, the real bitch of this program. Se nëse do ishte kështu do më thyej zemra, por i marr urimet tuaja, i vë vath në vesh, nuk kam këtë episod, por tjetrin do vi me vath në vesh dhe të ndroj atitudë. Do i thotë shkruaj dhe unë, ke 2 orë pa më kthy përgjigje pse s'më kthen. As jam unë qendra universit tënd. Jo kaq keq. Okej. Unë do t'jem qendra të universit, what do you mean? E shikon, kaq keq. Kaq keq. Ándale.